libri e shkuar e pakryer është historia praktikisht e gjyshes time, gjyshet dhe e gjyshit. Në një mënyrë dhe unë jam personazh aty, po me emër tjetër, po për atë pjesën që e kam jetuar vetë që e di, po historia nis që në vitet 20-30. Kështu që kam kryer edhe 2 vite kërkime me njerëz të familjes të vjetër, madje kam kërkuar edhe nëpër arkiva shtetërore, kam gjetë materialet historisë, jam përpjek që t'i rri besnik historisë reale të familjes, meqense ka qenë mjaftueshëm dramatike, s'ka pas nevojë me zbukuruar ose me fantazuar diçka. Kam treguar historinë e ndarjes së gjyshes time. Ajo vjen në Tiranë, se ndjek natyrisht gjyshin, burrin e vet. Vjen në Tiranë pa dëshirë, nuk donte me ik prej Gjakove. Pastaj gjyshi bën burg, mbyllen kufijt dhe praktikisht ju ndalohet me shku me taku vëllezërit, motrat, prindrit në Gjakov për 44 vjet. Gjithë vdesin praktikisht. Gjyshes time në 90-ën, 90-91-shin, fillim 91-shit ka shkuar, në fund 90-s, i patmbet gjallë vetëm një vëlla, cilën ajo kishte lënë krejt vogël. Dhe vllajën e takon mbas 44 vjetësh. Dhe unë jam rrit, për shembull, thash ai qyteti mistik që ishte Gjakova, personazhi kryesor i atij qyteti për mua ka qenë daja i babës. Dhe vllai i gjyshes, Musa Sheremeti, dhe ky ka qenë personazhi mitologjik për mua. Dhe janë taku mas 44 vjetësh, mund ta imagjinoni emocionin, por janë taku të shkatrum, sidomos gjyshja ime ishte komplet e shkatruar nga vujtja. Kjo është një nismë e një grupi gjakovarësh, miq, midis cilëve jam dhe unë, Gjakovar Tirane. Ideja është një grup miq, cilët janë mbledh dhe vendosën me organizu diçka për me gjallëru qytetin. Shqetësimi ka qenë i gjithë dhe pak a shumë njësoj, dhe ne shikonim që ky qytet që është qytet i mrekullueshëm, me histori, me kulturë, me njerëzit që janë jashtëzakonisht të veçantë. Ky qytet nuk është në atë vendin që i meriton në skenën shqiptare, në skenën politike, arsimore, kulturore etj. Dhe ajo gjë që ne mund të bënim me përpjekjet tona dhe që po përpiqemi të bëjmë është që ta kthejmë Gjakovën të përpiqemi, ose nuk kemi ne që do bëjmë gjithçka, po ne po japim pjesën tonë të kontributit, të ndihmës, që Gjakova të zejë atë vendin që i meriton. Po ta ktheni me kështu me gjuhë trumpiste politike, make Gjakova great again. Strategjia së tushë punës fondacioni ka qenë kjo, që elementi që ne mund të shfrytëzojmë më tepër për ta bërë dhe më mirë ka qenë elementi i kulturës që e ka qyteti, që e dallon në fakt nga gjithë qytetet e tjera. Dhe më është një vend ku ti shkon, ku ti hash shqip, flet shqip, dëgjon muzikë shqip, një vend me çarshinë më të madhe shqiptare, dhe nga më të mëdha në Ballkan me sa di unë, një vend me njerëz të mrekullueshëm, mikpritës, të shkolluar, të kulturuar, të dashur, të sjellshëm, njerëz sipërmarrës, një vend që ka pafund kulla, monumente kulture, bukurinë natyrore, sepse është edhe porta e Alpeve praktikisht. Dhe më ka aq shumë pasuri Gjakova sa do duhet ishte në piedestal. Fatkeqësisht nuk është, dhe ne po përpiqemi të bëjmë diçka, një punë tonën që ta ndihmojmë qytetin për të shkuar aty ku duhet. Kjo ka qenë dhe piknisja, festivali Ditët e Shqiptarit është një nga këto elemente, sepse puna jonë është më e gjerë se sa kaq, por ky është elementi më i dukshëm. Në vitin e kaluar ka qenë një seri koncertesh, të ftuarish, aktivitetesh. Këtë vit do të jetë 5 fish më i madh. Sepse kuptohet që kemi fituar dhe përvojë, kemi parë që njerëzit janë ndier shumë mirë në Gjakovë nga kjo që ka ndodhur. Kemi gjetë mbështetje pastaj nga kudo, qoftë nga pushteti lokal, qoftë nga sipërmarrës plot. Kemi pas mbështetje maksimale nga të gjithë. Dhe nuk ka ndodhur që dikush të na ketë mbyll derën ose refuzuar, sa herë që kemi pas nevojë për diçka, gjithë na kanë ndihmuar, domethënë që nga komuna, edhe persona të tjerë, po edhe në pushtetin qendror, fakt kur kemi fol, aty kemi pas deri dhe kryeministrin që ka ardhur në përshfaqje me ministra etj. Kemi gjetë mbështetje shumë të madhe nga qytetarët në radhë parë. Domethënë diçka që është e pabesueshme, por kanë ardhur njerëz që thjesht një gjakovar që vjen aty troket e dera, thotë ja 500 euro për këto çapa organizoni. Domethënë kjo është. Dhe është e vetmja organizatë OJQ se thosh që njoh fund në Shqiptari dhe Kosovë dhe sidomos Shqipëri,
që ata që janë aty, jo vetëm që nuk paguen dhe nuk përfitojnë nga kjo gjë, por përkundrazi edhe kanë fut parë të vetat që të bëhet kjo gjë. Domethënë, kjo është ajo çfarë ka ndodhur. Kemi gjetë mbështetje të jashtëzakonshme, por edhe është grupi shumë i mirë, sepse kemi ekspert, kemi specialist, kemi njerëz me peshë, njerëz të njohur, njerëz me reputacion shumë të mirë, që i njohin gjitha fushat, nga muzika me Petrit Çarkaxhin që merret me këtë pjesën e muzikës, që na ka ndihmuar në fakt që është shtylla kryesore e fondacionit për pjesën e organizimit të koncerteve, e deri te tjerët pastaj që se s'po i marr me radhë gjithë, po janë gjithë njerëz shumë të respektuar dhe shumë punëtor. Ajo që është baza ka më qenë pjesa e festivalit, kuptimin e një seri aktivitetesh kulturore, ku natyrisht elementi i koncertit, i muzikës është elementi kryesor. Janë praktikisht grupet më të mira të muzikës, bendet më të mira të muzikës. Kemi gjithashtu pas disa përbërës të tjerë që e plotësojnë këtë gamën e kulturës, e ofertës kulturore në një farë mënyrë. Do të thënë, kemi aktivitete kulturore që lidhen për shembull me gastronominë, me traditën e gatimeve tradicionale të Gjakovës, kuptohet, jo pica dhe pasta. Kemi pastaj aktivitete të tjera, për shembull një koloni piktorësh shqiptar, gjithë. Kemi po edhe një element tjetër, 2-3 elemente fakt që janë me natyrë tradicionale por sportive, po që s'dua ti nxjerr të gjithë sepse do ketë plot. Dhe tjetra pastaj që është gjithashtu e rëndësishme, do kemi edhe takime, biseda, diskutime, debate me intelektual shqiptar, qoftë nga Kosova, qoftë nga Shqipëria, me njerëz të njohur, me peshë, me vlerë, të cilët duam të sjellim në Gjakov për të marrë vëmendjen maksimale të njerëzve për atë gjë. Shkurt, ne duam që në ato një muaj e gjysmë së zgjat festivali, Gjakova të jetë qyteti më i mirë shqiptar në organizimet kulturore që ka, dhe do të jetë patjetër.